Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri në KTV Tempus, i cili bashkëprodhohet nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Koha. Tempus është emision i specializuar në fushën e sundimit të ligjit dhe transmetohet çdo të martë prej orës 20:10 minuta në KTV dhe në TV Arta. Tempus në latinisht, ndërsa në shqip Koha. Është koha e fundit që të zgjohemi të gjithë, që të punojmë për alarmet e shumta që janë në fushën e sundimit të ligjit, për të ndihmuar këtë fushë me të gjithë akterët. Emisioni Tempus do të trajtojë hulumtime, analiza dhe debat në studio. Para se të vazhdojmë me temën që kemi përzgjedhur sonte për diskutim, më lejoni fillimisht që të prezantoj panelin e sontëm. Me mua sonte janë profesor Enver Hasani, ish kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se juve dhe shikuesve tuaj. Është profesori Fejzullah Hasani, po ashtu ish kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Mirë se Është profesoresha Mimoza Shahini dhe profesoresh dhe psikiatre. Mirë se keni ardhur. Mirë se jeni. Dhe po ashtu profesori Bardh Rugova, profesor universitar në Fakultetin e Filologjisë, njëherësh edhe ish profesori imi. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjej. Shikues nderuar, përveç panelit i cili është sonte, me neve janë edhe studentët e vitit të 4 të Fakultetit Juridik, të cilët në fund të emisionit në pjesën e dytë do të kenë mundësi që të shtrojmë pyetje për panelistët për këtë temë të cilën e kemi zgjedhur sonte. Tema që kemi zgjedhur sonte për diskutuar është gjuha seksiste në vendimet gjyqësore. Kisha dashur me fillu me juve, profesor Hasani. Po shohim që ka shumë vendime gjyqësore të cilat komentohen në vazhdimsi për përmbajtjen e tyre, por edhe për gjuhën e cila përdoret. Në përgjithësi me atë sa keni mujt me vrejt, çfarë vendime gjyqësore shkruhen sot nga gjykatësit? Vendime gjyqësore të ne mendoj që kanë defekte si në formë dhe në përmbajtje. Jo vetëm rreth çështjes temës që ne sot diskutojmë, por edhe mënyrën se si arsyetohen, po flas me një pjesë bukur të madhe, dhe është një defekt strukturor i një edukimi juridik gjatë, që ne ju e dini kem taku një universi komunist që deri në vitet 50-60 vendimet as kanë pas arsyetim që ashtu ka qenë standardi, atëherë edhe tek vondi kur ka fillu, edhe është një do të thotë një shkollë që njëhet është verzion i shkollës si thosh franceze ku gjyqtarit tek vonë do të ju është lënë shumë pak hapësirë me qenë kreativ, sepse është besu që gjyqtari është goja e ligjit, siç ka thonë ata arkitekt kryesor të atij universi që edhe ne kem taku si shkollë, dhe përpasoj edhe edukimi që e marrin studentët tonë pak a shumë këto vitet e fundit është provu me bo diçka në planin klinik, megjithatë çështja është do të thotë te struktura e mendimit që juridik që bartet te ta përmes edhe me fol po edhe përmes librave tona që janë kryesisht autorëve vendor. Do thotë sa i përket konkretisht gjuhës seksiste, ne në këtë drejtim është pjesë e trendit përgjithshëm, është edhe nuk jem vetëm ne, është edhe në Ballkan një problem i njëjtë, dhe funim ram edhe në Universitetin Kulturor Perëndimor, dhe mesi viteve 60 ka fillu me u bë temë e ndjeshme dhe pak do të thonë se shikojmë po flas në aspektin e infrastrukturës juridike, do thotë janë pakta vende që e kriminalizojnë, masane vende tjera përmes normatives tjera që ka të bëjë me diskriminimin të zonë, me lirinë e shprehjes dhe kështu me radhë e kanë adresu, dhe mendoj që me qenë se defekti i tillë është strukturore, çështje normave shoqërore, gjitha llojeve, mendoj se ngritja do të thotë vedisë dhe hapja e debatit dhe sot që është nis me juve është një çështje, një gjë shumë e mirë, dhe mendoj që më pastaj duhet shoqërohet me një sër masash dhe aktivitetesh të cilat synojnë me përmbys, jo me ndryshu, me përmbys këtë gjendje, sepse siç është thonë edhe në atë që quhet e drejtë e butë i Këshillit të Evropës, një prej
efekteve të gjuhës seksiste në drejtësi është edhe ndrydhja e realizimit plot të autonomisë individit të drejtave të tij. Prandaj është dhe pengon administrimin e drejtësisë substancialisht dhe në këtë drejtim mendoj që hapi ju si emision është jashtëzakonshëm, veçanërisht sepse edhe fenomeni nuk është juridik, fenomeni është shoqëror dhe ka shumë dimensione edhe përbërjen edhe çastin mendoj që është për lavdot për policin. Faleminderit profesor. Zoti Hasani, ju keni një përvojë të gjatë në sistemin gjyqësor të Kosovës dhe përvoja juaj në ballafaqim me lexim të këtyre vendimeve, cila është? Leoni, s'pari ju uroj për nisjen e këtij misioni të ri dhe ju dëshiroj që ky mision ti të i kalojë ato pritshmëritë që i keni ju. Në sistemin gjyqësor të Kosovës, po flas mas luftës, defektet më të mëdha janë pikërisht në përpilimin e vendimit gjyqësor. Nga se krejtësia e gjyqtarit, profesionalizmi i gjyqtarit matet me atë se çfarë zbarr në atë verdiktin gjyqësor, se çfarë shkruan në atë verdiktin gjyqësor. Dhe neve na ka përcjell ky lloj defekti, ky lloj tmetave në përpilimin e vendimeve gjyqësore pothuajse gjithë periudhën deri tani ku ndodhemi në këtë vitin 2021, edhe fatkeqësisht shumë pak ka lëviz në aspektin e avancimit të përpilimit vendimeve gjyqësore. Tashti pa i generalizu, pa paragjykuese të gjitha vendimet, ka përjashtime po numër shumë i vogël i gjyqtarëve që dinë të shkruajnë, fatkeqësisht po edhe i prokurorëve që dinë të shkruajnë. Dhe kështu që në këtë drejtim don trajnime të vazhdueshme përkundër faktit që në këtë drejtim janë investu. Domethënë janë investu, janë organizu trajnime, janë organizu konferenca të ndryshme, mirë po nuk ka nej rezultat të prekshëm në drejtim të avancimit të çështjes përpilimit vendimeve gjyqësore. Këtë jo po e thamune, po dhe nëse i merrni edhe raportet e progresit që kanë detektuar tmeta në artimin e vendimeve gjyqësore dhe në aspektin strukturor, po mas shumti në aspektin e arsyeshmërisë së vendimeve gjyqësore. Profesorish, ju si profesorish universitare, si psikiatre, keni pas me siguri edhe keni edhe pacientë të ndryshëm që mund të kenë pra përvoja të ndryshme me gjyqësorin, por edhe me këto vendime cilat gjykohen dhe shkruhen në formën që një prej tyre do ta diskutojmë gjatë kësaj pjese të debatit. Në përgjithësi, çu keni pa këto akt gjykime që shkruhen prej gjykatësve? Shiko, me që jemi duke u fokusuar në gjuhën seksiste të cilën e përdorin gjykatësit në mënyrën se si e përshkruajnë përmbajtjen e vendimit të tyre, mendoj që është një fenomen goxha i zakonshëm, edhe si thanë parafolësit e mi, e dëmton edhe përmbajtjen e vetë aktit. Në praktikën time, duke qenë dhe si eksperte, por duke punuar edhe me klientët, ajo që më brengos jashtëzakonisht është fakti që vetë gjykatësit nuk janë të vetëdijshëm, që në gjuhën të cilën ato përdorin është një gjuhë denegruese për klientin. Në këtë rast, në pjesën më të madhe, kjo i dedikohet gjinisë femrore, për faktin sepse nuk duhet harrojmë që seksizmi është një sjellje, por mund të jetë edhe një ideologji e cila e ka rënjën thellë në sistem, në kulturë. Dhe kjo është pjesa e pavetëdijshme jona, domethënë e kulturës e kam fjalën, e cila formohet edhe në gjuhën të cilën e përdorin gjykatësit. Për shembull, mua më ka duk shumë e çuditshme që një kliente gjykatësi në mënyrë të drejtë për drejtë, për shkak të eksperiencës negative të saj, ju ka drejtuar duke i thënë gruaja ime do ishte shumë e lumtur po të bëja seks siç ka bërë burri jot me ty. Domethënë, dhe këtë ja ka thënë në afrimitet. Domethënë, asaj nuk ka qenë i vetëdijshëm, jam e sigurt që është duke e lënduar domethënë klienten. Tani, unë do të dëshiroja shumë që ta formësojmë diskutimin tonë në faktin që seksizmi është edhe nga njëherë dashamirës,
që vjen nga fakti që ne mendojmë që femrat janë të buta, ato janë të brishta, ato janë për me eduku fëmijë, domethënë ka një lloj nocioni pozitiv mbi qëndrimin e femrës, por kur e shikoni në përvendimet e gjykatës, për shembull kur dikush përdoret një gjuhë e tillë me qëllimin për t'i dhënë pozitivitet viktimës, po në të vërtetë kjo është gjuhë e cila e vendos nën fuqi, domethënë ja ul fuqinë një gruaje. Tani, unë mendoj që debati të cilin po hapim sot është një debat shumë i rëndësishëm, sepse nuk është i shtrirë vetëm në përvendimet e gjykatës, por është i shtrirë shumë gjarë në institucione dhe në gjithë sistemin tonë. Dhe kjo bëhet me qëllim apo pa qëllim, për të ulur kapacitetet apo hapësirën që duhet ta ketë një individ mbështetur mbi gjininë apo mbi seksin e tij. Kështu që mendoj që kemi shumë për me diskutu në aspektin e efekteve, të llojes seksizmit, sepse është shumë interesant për mua. Thanë pak më përpara që nuk janë bërë trajnime ndoshta specifike për me trajtu këtë si çështje, por unë mendoj që një gjykatës i cili nuk i referohet klientes me emër, por i referohet duke thënë ajo, apo nëna e fëmijët, më thënë është mungesë e thellë mendoj dhe e profesionalizmit. Nuk jam duke folur për citimet e drejt për drejta, por kur gjykatësi merr përsipër për me folë, ndërkohë që për zotriun i referohet me emër. Dhe ka shumë studime të cilat janë bërë pikërisht për të analizuar, dhe unë mendoj që universiteti shumë mirë që jeni thirrur edhe nga universiteti, sepse studentët të cilët bëjnë tema diplome, që bëjnë doktoratura, duhet fokusohen edhe në tema tilla për të parë se cila është gjuha që përdoret pikërisht në kontekstin tonë. Profesor Hasani tha që ka edhe është universale si fenomen, por gjithsesi kultura nganjëherë i formson disa stereotipi të cilat janë më të forta në një kulturë krahasuar me një tjetër. Kështu që mendoj që kemi vend shumë për me folë dhe unë personalisht edhe vetë, për shembull, e kam eksperiencën kur gjykatësi më është drejtuar duke më thënë motër. Ndërkohë që unë kam qenë pozitën e ekspertit dhe unë jam çuditur që ai nuk e kupton që ajo është gjuhë seksiste. Nuk jam motra unë askujt në një mjedis i cili është mjedis profesional. Pra nuk e ka bërë me qëllim për të më ofenduar mua, asaj vetë nuk e ka kuptuar që ai veprim të cilin ai po bën është seksist, ose një gjë tjetër që më duket shumë e çuditshme që ju a tregova edhe kur folëm bashkë. Për shembull, kur unë jam e drejt për drejt, kur unë marr vendime më thrasin burrnesh. Mu më duket kjo është tipike seksiste. Përse unë jam burrnesh? Pse nuk jam grunesh unë, po jam burrnesh. Pra unë duhet ta ndryshoj, përdoret gjinia ime për të thënë që ti si femër nuk mundesh me qenë kaq e fortë. Nuk mundesh me pas mendime të tilla. Po si burr ti e ke të drejtë. Pra po ta shikojmë ndodhin natyrshëm në mjedisin ton, por janë lënduese në një farë mënyre të vënë në një pozitë të nënçmuar. Kështu që të përgëzoj për këtë debat të cilin e ke hapur. Faleminderit profesorish. Profesor, me siguri kanë rënë dorë shumë prej vendimeve gjyqësore dhe ke mujt me vrejtë gjuhën e cila përdoret nga gjykatësit në këto vendime. Duke ju njohur edhe si profesor, por edhe në pjesën e madhe të punës që e keni bërë në gazetari, sa ju dhimbse gjuha shqipe që e shihni që përdoret nga këta gjykatës? Gjuha shqipe nuk bën shumë përjashtime, është vetë përfshin një seksizëm dhe në qoftë se unë do t'i pyesa ju pengon diçka nëse do të thosha fjalin lexuesi e pëlqeu Kadarin, asnjë nga forumet në të cilat unë paraqes të fjali askush nuk e merr si të keqe, sepse u dashka që gjinia mashkullore të jetë gjinia përgjithësuese. Dhe të gjithë ata që i kanë parë librat e mi e dinë se unë përdor gjithmonë gjinin femrore si gjini përgjithësuese. Nuk do të thosha gjykatësi, por gjykatësja. Nuk do të thosha lexuesi, por lexuesja. Dhe kjo është një prej mënyrave se si ne përpiqemi ta thadrojmë konceptin patriarkal në shoqëri dhe të njëjtat ide të cilat i diskutuam këtu në rrafshin e gjykatës për shembull, i kemi njësoj në gazetari, i kemi në librat shkollor, i kemi në diskursin e përditshëm të cilin e hasim kudo. Dhe ne tash duhet të shohim të ta konceptojmë çfarë në të vërtetë përbën kjo kategori. Mund ta kujtojmë ka 3 valë të ndryshme të luftës
përbarazi gjinore në përgjithësi, dhe e para vjen në fillimin e shekullit 20, në vitet 20 të shekullit të shkuar, ajo lëvizja e njohur suffrage në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me drejtën për të votuar të grave, dhe kemi një lëvizje pastaj në vitet e 60 deri në vitet 80, kur ka një lloj, do ta quanim, tendence për të barazuar. Dhe do të më korrigjojnë nëse bëj ndonjë gabim, por e drejta e grave për të votuar edhe në vende shumë demokratike nuk është shumë e hershme. Franca në vitin 45 e ka lejuar të drejtën e grave për të votuar, e Zvicra e shumë demokratike vitin 1971. Pra është një diçka e cila është e kohëve të fundit, shoqëria është patriarkale gjithandej dhe vjen prej indo-evropianëve. Është do të bëj një digresion lingvistik, do të thotë në këtë rrafsh, kur indo-evropianët kanë ardhur në Evropë, popullata vendase ka qenë popullat matriarkale. Dhe këtë e dim për shembull prej zotave, prej hyneshës në Fron. Zotat kanë qenë gra. Dhe Maria Gimbutas, një studiuse lituaneze, për asaj kohë sovjetike mund ta quajmë, thoshte kur zotat kanë qenë gra nuk ka pas luftë, sepse ajo ka qenë një shoqëri vërtet paqësore, do të kisha thënë, pa luftra shumë të mëdha. Dhe koncepti patriarkal vjen me ardhin e indo-evropianëve në këtë zonë. Dhe ajo vazhdon, kjo formë të menduarit vazhdon dhe mbështetet në fuqinë fizike dhe për shembull për çështje të tilla si gjyqi, nuk besoj se një gjykatës i mirë dhe gjykatëse e mirë do të përcaktohen në bazë të forcës fizike. Mirë, po elementi kryesor është ndryshimi i kësaj paradigme është në vitet e 90-ta, në të cilat gjinin e shohim si kategori sociale, jo më puro biologjike, dhe e trajtojmë në bazë të dy parametrave kryesor, në aspektin gjuhësor do të flas, e para në raportin e pushtetit dhe të dominimit, në termat e Bourdieu's, dhe në anën tjetër në rrafshin e kulturës dhe të dallimit. Në rrafshin e pushtetit është se një kategori e caktuar dëshiron të dominoj kundrejt kategorisë tjetër dhe prandaj përdor gjëra të tilla. Shpesh herë hasim, flokët e gjata, gjuhën e gjatë, etj, do të thotë bilbil me pika, do të thotë gjitha këto kanë një farë elementi patriarkal në të cilin u dashka gruaja të mos flasë, sepse ajo që flet ajo është më pak e vlefshme se sa që flet një burr. Dhe në rrafshin tjetër e kemi këtë kulturë dallim, në të cilin vetë pjesëtarët e komunitetit shpesh herë pranojnë një raport të tillë. Po e diun, mbulimet që janë duke u shtuar, jo duke u zvogluar në kohën e tashme, ku e diun zgjedhjet për të pasur banjat të ndara, elemente të tilla, janë do të kisha thënë praktika të cilat bëjnë dallimet, mandej edhe të kategorive në përgjithësi. Kështu që do të kisha mundur të përmbyll, jetojmë në një shoqëri e cila ende e ka të thadruar narrativën patriarkale brenda vetës dhe do duhet pakës kohë dhe do duhet natyrisht një iniciativë, diskutim dhe debate në përgjithësi për të bërë pak përpjekje për të bërë ndryshim. Faleminderit. Shikues nderuar, tani ju ftoj të ndiqni një storje në të cilën do të shohim një vendim të gjykatës themelore në Gjilan, në të cilin pra ka përmbajtje të gjuhës seksiste, paragjykuese, e cila në fakt e dëmton viktimën. Dhe më pas kthehemi për ta diskutuar në studio. Në vitin 2012, një grua nga Gjilani kishte raportuar se kishte qenë viktim e një dhunimi. Si pasaj në vendet të ndryshme, ajo ishte dhunuar sistematikisht nga 5 persona, të cilët i kanë shkaktuar edhe lëndime trupore. Pasi ishte dhunuar, ajo e kishte raportuar rastin në polici. Prokuroria themelore në Gjilan kishte ngritur akt akuz, ndërsa të akuzuarit asnjëherë nuk e kanë pranuar fajësinë.
Gjykata themelore e Gjilanit në shkurt 2013 kishte dënuar 5 të akuzuarit me burgim efektiv. Rasti ishte kthyer në rigjykim, në të cilin të akuzuarit ishin liruar nga aktakuza. Rigjykimi në këtë rast do t'u udhëhiqej nga Aziz Shaqiri si kryetari i trupit gjykues, si dhe Naser Maliqi dhe Ramiz Azizi si antar të trupit gjykues. Pa komentuar meritat e rastit, rezulton se gjuha e përdorur në këtë akt gjykim është gjuhë paragjykuese, seksiste dhe ofenduese për viktimën. Këto janë disa prej pjesëve të shkëputura të gjuhës seksiste të përdorur në këtë akt gjykim. Në pjesën përmbajtësore, gjykata mbrojtjes së të akuzuarve ja u ka falur besimin e plot, sepse nuk është vërtetuar me asnjë provë të besueshme dhe të plot se të akuzuarit kanë përdorur dhunë apo kërcënim serioz ndaj të dëmtuarës në fjalë me rastin e kryerjes së aktit seksual, sepse e dëmtuara si thamër e moshës 19 vjeçe, në kohën kur ka ndodhur ngjarja lëndore me dëshirën e saj, ka pranuar fillimisht që ditën kritike të udhtoj me taksi me të akuzuarin për në lokacion, edhe pse e ka ditur se ai është i gjinis mashkullore. Duke pasur parasysh këtë sjellje të dëmtuarës, që me lehtësi ka pranuar të udhtoj me taksi me të akuzuarin e parë për në lokacion, jep me kuptu logjikisht se e njëjta vërtet ka pasur konflikt me familjen e saj për shkak të mbredhjes së saj dhe shoqërimit me meshkuj. Të jesh në një hapësirë banimi me persona të ri, vetvetiu nënkupton se kjo e dëmtuar ka qenë e pajtimit që me ta edhe të lëshohet në aventura seksuale, duke përfshirë edhe të akuzuarin e parë, i cili ka qenë me moshë më i shtyrë se e dëmtuara. Vërtet e dëmtuara me shprehi, vërtet jo të mira, sidomos në aspektin moral, ka shfrytzuar rastin që të kaloj një kohë duke shuar edhe epshin seksual me të akuzuarit në fjalë. Thuhet në këtë akt gjykim, me këtë mënyrë të arsyetimit gjykata ka ardhur në përfundim se e dëmtuara Heshturazi ka pranuar që të ketë marrëdhënie seksuale. Qëndrimi në një dhomë i të akuzuarve si persona të ri me të dëmtuarën në fjalë, e cila nuk ka pasur më shumë se 19 vjeç në një shtëpi private, duke mos refuzuar e dëmtuara që të qëndroj aty, jep me kuptu se edhe e dëmtuara Heshtazi ka pranuar që të ketë marrëdhënie seksuale me ta, sa i përket asaj që në ditën kritike është paraqitur në stacionin policor, duke e lajmëruar rastin se nga të akuzuarit në fjalë është dhunuar. Këtë e ka bërë, siç është theksuar edhe më lart, për të arsyetuar veten lidhur me qëndrimin e saj ndaj familjes, duke konsideruar se tani më duhet të largohet dhe mos të qëndroj më në lokacion, edhe pse këtë ka mundur ta bëj edhe në forma të tjera, sepse me dhunë nuk kam pasur kurfar interesi që ta mbajnë të akuzuarit, pasi që i akuzuari i parë ka qenë i martuar, kurse të akuzuarit të tjerë nuk kanë qenë të interesuar që ta marrin të njëjtën për grua, thuhet në këtë akt gjykim. Zoti Hasani, kisha dashur me vazhdu me juve për shkak të përvojës si gjykatës në gjykim të çështjeve penale. Në këto raste, pra sikur ky rasti i Gjilanit, pse edhe qysh e përdorin këtë gjuhë seksiste gjyqtarët në këto akt gjykime? A janë të vetëdijshëm? U diskutu deri tash pak, a janë të vetëdijshëm për këtë gjuhë që e përdorin, apo thjesht nuk janë të vetëdijshëm dhe fjalitë të cilat i përshkruajnë në këto arsyetime janë fjalitë të cilat ata nuk i bëjnë me qëllim, por thjesht i bëjnë nga padituria? Nëse referohemi në aspektin formal, këtij vendimi është i ligjshëm. Pse është i ligjshëm? Për faktin se gjykata e apelit si gjykata e instancës së shkallës së dytë e ka vërtetuar. I ka pranuar të gjitha pretendimet dhe përfundimet që kanë nxjerrë gjykata e shkallës së parë, duke i pranuar edhe këta arsyetimet që ju po i thoni kanë devijuar në aspektin e përdorimit të gjuhës që nuk është e pranueshme. Me këtë përfundim të gjykatës së apelit, të gjykatës themelore, të gjykatës së apelit është përfunduar zyra e prokurorit të shtetit, nga se ai nuk ka ushtruar mjet të jashtëzakonshëm juridik që ka pas të drejtën që të ushtrojë. Unë po them, nëse i referohemi në aspektin formal, vendimi konsiderohet i ligjshëm, se ka konfirmuar gjykata e apelit, me këtë është pajtuar dhe zyra e krye prokurorit të shtetit. Tani, për bindjen time këtu këtë lamshin e ka kriju edhe këtë pështjellim e ka kriju gjykata e apelit. Pse gjykata e apelit? Për faktin se ju e pat herën e parë gjykata ka shpall fajtor në të pandeonin, edhe ka me ankesë në gjykatën e apelit në 3 dimensione ka kontestu, edhe të faktet, edhe të ligji, edhe të shkeljet procedurale. Dhe ka kthyer në rigjykim.
Dhe kur gjykata e apelit pa një arsye për bindjen time, nëse s'ka pas një shkelje ligjore dhe procedurale për faktet këtu po dukun faktet që janë të qarta, e ka kthyer në gjykim tash ka krijuar një lloj hutie edhe në gjykatën themelore. Pse ato e shpallën fajtor një herë, gjykata e apelit po thotë jo, e ke shpall gabimisht fajtor. Edhe e kthen në gjykatën e themelore dhe gjykata themelore tash edhe pse si gjykatë themelore nuk do të thotë se e duhet vendos sipas sugjerimeve që i thotë gjykata e apelit. Gjykata themelore me ligj është e detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve që i ka dhënë gjykata në verdiktin e saj kur e ka anuluar gjykimin e shkallës parë. Por nuk do të thotë se e patjetër duhet të vendosë si thotë. Po nganjëherë mes rreshtave e sheh se ka pozicionon gjykata e apelit. Edhe sigurisht se në këtë rrethana duke menduar se ai trupi gjykues si ka vlerësuar drejt faktet, provat e i ka vlerësuar dhe ka marrë një vendim të tillë. Arsyetimi patjetër do duhet sillej rreth se bëhet fjalë për një dimension që prek integritetin seksual, edhe arsyetimi nuk mund del jashtë këtyre shprehjeve që përdoren. Po, për bindjen time këtë shprehje që ka përdor, më tepër i ka përdor gjyqtari të tendu që të bindë opinionin se përfundimet që i kanë nxjerrë janë të drejta, nga ajo që ju e thatë, nga mos dija se me këte ka rshit në dimenzionin ku e ka ataku një vlerë integritetin moral të viktimës. Po për bindjen time nuk ka pas qëllimi, këte e ka bo vetëm nga të bo përpjekje për të arsyetuar vendimin edhe të mos pas shumë njohuri të kjo gjuha që e ka përdorur në drejtim të përdorjes së shprehjeve. Çështja, nëse shikoni atë rrjedhën e ngjarjes dhe përfundimet që nxjerr gjykata shkallës parë, ato janë pak të pranishme në praktikën gjyqësore. Domethënë, nuk mund të thush ti se viktima e cila është vetëm sa ka kaluar moshën e miturisë që i ka 19 vjet, edhe nuk mund të thush si me vetë faktin që ajo ka pranuar që të vinë në qytetin e Gjilanit me një njeri i cili është i martuar, dhe ajo ka ditë se kjo s'mund të çojë në shtëpi, se ka gruan dhe familjen, dhe kjo të nxjerrësh përfundime nga kjo se kjo vetë ka pranuar që të ketë marrëdhënie intime. Nga se, ligjërisht, ajo do të mund të shkonte edhe në hotel. Ligjërisht do të mund të shkonte edhe në hotel, me gjithë po derisa nuk shpreh pëlqimin shprehimor ose mënyra tjetër nuk mund të thush se ka pranuar që të ketë marrëdhënie intime. Domethënë ai mund të shkon edhe ku do, edhe në hotel, edhe në dhomë, edhe në shtëpi, edhe krejt këto. Po nëse e merr rrjedhën e ngjarjes, ai gati se ka marrë karakter të orgjisë, në atë kuptimin se janë thirrë edhe njerëz tjerë, të cilët kanë abuzuar. Pastaj nëse e merr këtë rrjedhën e ngjarjes, ai është mbajtur me një hotel me çels nga njëri nga i akuzuar i parë që e ka mbajtur mbyllën të kyçën në dhomë të hotelit. Pastaj se ai nuk kishte telefon. Pastaj që ju referuat edhe lëndimeve trupore, shumë problem është për të nxjerrë përfundime se nuk kemi të bëjmë me abuzim seksual. Për te kësaj, profesor, ai s'dosh ndoshta më shumë në arsyetim, meqense se janë liruar që gjykatësi në këtë rast trupi gjykues të merret më shumë me pjesën e të akuzuarve se sa me personalitetin e një viktime. Nëse e merr edhe shikon edhe lexon, lexuesi i cili nuk merr vesh këtë punë që nuk është laik, lexuesi që lexon e ka vështirë ta dallojë se kush është i akuzuar këtu. A është i akuzuar kjo? A janë këto tjerët? Do të thonë, ai ka mundën ta vlerësoj vetëm objektivitetin e dëshmisë së saj në raport se ishte korrekte dëshmia saj ose ishte e kamufluar e shpifur, po në asnjë mënyrë nuk ka guxuar që gjykata të shohet në vlerësimin e jetës personale të saj, lëvizjeve ka lëvizë ajo, me kanë shkon ajo, domethënë nuk ka në atë mënyrë ai ka kaluar ato limitet edhe në standardet që kërkohen në vendim gjyqësor në raste të tilla. Po unë e thash më tepër krejt këte lëmsh që ka kriju gjykata e apelit. Edhe po del se gjykata e apelit ka sugjeruar një vendim të tillë nga se herën e dytë e ka miratu. Domethënë e ka konfirmuar dhe ka pranuar përfundimet se nuk kemi të bëjmë me vepër penale. Profesor, në çfarë mënyre
duhet shkruhet një akt gjykim? Çka duhet përmbaj një akt gjykim? Shiko, për me plotësue profën që unë pajtona që defekti është do të thotë strukturor, dhe defekti strukturor duhet me qasë njërë të njëjtë. Jemi bindur që jo vetëm ata, po asnjë gjaj gjenerat e gjyqtarëve nuk janë vetëdijshëm për këtë lloj, se nuk është ky vendim dhe nuk mund të ti. Unë mendoj që ky vendim duhet që thotë ka darhet tash për them roky morte u pam. Ky duhet shërbej si një rast për me lëviz në mënyrë sistemike, jo për me botë shi luftë gjendjeve shpirtërore të njerëzve, sepse në gjeneratën time, edhe besoj deri vonë tash nuk po du me hi në libra, kur i kena mësu, edhe kur javë kanë mësu rrethonat lehtësuese dhe rënduse me matë, që thëshin me individualizu vendimin, kanë thonë, qofse për rastet e krimeve seksuale, a ka kontribu vetë viktima, dhe ky rast dhe është i bindur në atë, dhe është shkolluar, është defekt strukturor. E dyta, fakti i dytë, pra po këthem të forma vendime, në gjykatë kushtetuese ju dini dallon diametralisht në forma edhe përmbajtje e vendimeve që bëhen prej gjyqësorit të rregull. Unë kam shpresu gjatë punës me këta ndërkombëtar gjyqësori rregull do ta merr pak një zanat tillë, do të thotë me fillu njëherë me parashtru si që bën Këshilli i Evropës, se funi mran ne kemi detyrim kushtetues me zbatu standardet e Këshillit të Evropës. Për fat keq, në gjykatën e Strasburgut deri sot s'ka vendim për seksizëm, s'paku në pas këto mujt e fundit, se e di që nuk ka pas, do thotë nuk ka model. Forma, mendoj që është dashur edhe duhet definitivisht, para nuk mund të bëhet me ata që janë edukuar në qatë formë, qatë sistem të shkrimit të vendimit ligjor, siç edhe bëhet, do thotë, që me marr modelin e domosdoshmë paraqet njëherë, po e lo këtë anën teknike të vendimit. Çka si këtu, në këto vendime, ti e ke problem me kuptu çka është fakt, çka është provë, edhe çka është gjykim, edhe vlerësimi i provës. Dhe ai e bën atë sepse çashtu mësuaj. Për shembull, ti tash ky lule, ti fut 20 vjet burg, vendimi trifaqe të si u vendos në dispozitiv. Çfarë vendos me si në dispozitiv? Është e tmerrshme. Do thotë, dhe kjo është pasojë e një edukimi prej ditës që u qel fakulteti juridik këtu në Prishtinë. Unë i thash, prof, këtu e kam në vendimi apelit, që unë pajtona plotësisht është, si thosh, problemi është aty. Thota, aktgjykimi kur është lirues, nuk duhet s'qen peshtot me kon arsyetim në kundërthonje me dispozitivin. Në përputhje me dispozitivin. Të mërshme. Do thotë, ishte se kisha ndëgju kur. Dhe çka ndodh? Çka tregon kjo? Kjo tregon që do thotë duhet të shkrimi ligjor, që i thënë shkrimi juridik. Duhet njerëz edhe metodologjinë, besa që problem këto e kam ngrit me, po s'po them me mia herë. Pafundësisht në koleg njerëz që do thotë kanë bë shkolla specializime jashtë, që janë trajnuar me shkru, do thotë që janë jo këtu se s'mundin, sepse këtu vetëm është duke u reciklu e keqe. Prandaj mendoj që kjo duhet të jetë një kohë, një alarm i vogël për një fenomen shumë shqetësues me cilin ne bashkëjetojmë dhe veçanërisht në çështjet e drejtësisë, sepse në fundin njerëzit kur shkojnë te drejtësia është problem. Ky fenomen e pengon administrimin e drejtësisë shumë fish. Do thonë, ne flasim mizogjenizmi të azom është prej biblike. Aty nis çdo gjë. Fundin Mari Magdalena deri në vitet 70-ta Konsili i Romës e ka rehabilitu, ka qenë e portretizuar si prostitut. Dhe gjitha fetë që janë të besimin një zatë fetë, ose besimin që nuk janë të kodifikume, aty është pak ma ndryshe gjendja. Me qenë se kjo gjendja është e tillë dhe nuk mund të fajsosh kërken, ta ngrish gishtin në kërken, për shkak dhe këtë rast, është do të thotë detyrë e shoqërisë, institucioneve që këtë çështje
me adresue në mënyrë sistematike rekomandimet, udhëzimet janë të kaqme për fat të Këshillit të Evropës, do të thotë duhet me marrë si roadmap, checklist me bë këtë edhe me institucionalizu. Faleminderit profesor. Para se të vazhdoj profesorish debatin me juve, ftoj regjin që t'i shohim edhe përgjigjet e antarëve të trupit gjykus, të cilët shikues nderuar ne i kemi ftuar që të jenë pjesë e këtij debati, por që ata nuk kanë pranuar, por në përgjigjet me shkrim të cilat i kemi marrë, e cilat po ju lexoj tani, ndërsa në prapavi edhe mund të shihni dhe gjua e përdorur në këto deklarata është gjua në të cilën ata kanë shkruar në adresat elektronike. Në këtë rast gjyqtari Aziz Shaqiri në përgjigjen e tij ka thënë se në këtë rast gjykata me maturi ka dhënë përgjigje rreth të kaluarës së të dëmtuarës, sjelljeve të saj nga momenti i nisjes së saj me taksi për në Gjilan e gjerë në momentin e lajmërimit të saj në polici, duke mos kursyer shprehjet të cilat kanë dalur nga shkresat e lëndës e që në një pikpamje i ka pranuar edhe e dëmtuara. Gjuha e përdorur në arsye tim konsideroj se përkon me realitetin e vërtetuar, andaj edhe në esencë nuk mund të konsiderohet se është gjuhë seksiste si që jeni shprehur ju. Përmbajtja e konstatuar nga ana juaj është e nxjerrur nga konteksti i faqes 23 sepse në tërësinë e saj jepet arsyetim përmbajtësor lidhur me përfundimet e nxjerra nga gjykata. Paraqitja e gjendjes së reale që del nga shkresat e lëndës e bile edhe nga përgjigjet e dhëna nga vetë e dëmtuara në deklaratën e saj nuk e ofendojnë të dëmtuaran. Kjo është përgjigja e kryetarit të trupit gjykues, ndërsa tani shohim përgjigjen e antarit tjetër të trupit gjykues Ramiz Azizit, i cili është njëherësh edhe kryetari i gjykatës themelore në Gjilan. Unë si antari i trupit gjykues nuk e kam përpiluar këtë akt gjykim. Ne si kolegj e kemi votuar sigurisht unanimisht vendimin mbi lirimin e të akuzuarve në fjalë. E saj përket pyetjeve tuaja, ju lutem drejtojuni kryetarit të trupit gjykues, i cili e ka përpiluar arsyetimin e akt gjykimit e jo mua dhe antarin tjetër të trupit gjykues. Nuk jam unë kompetent i vlerësoj thënjet dhe shprehjet e gjyqtarëve të tjerë, por siç ju thash edhe përmes telefonit, këtë pyetje ja bëni kryetarit të trupit gjykues, i cili edhe ka përpiluar akt gjykimin. Andaj, unë as që e kam lexuar arsyetimin e këtij akt gjykimi, të cilin tani po e shoh për herë të parë. Pra, është fjala për një akt gjykim në cilin është antar i trupit gjykues. Dhe gjyqtari tjetër që është antar i trupit gjykues, zoti Naser Maliqi, në përgjigjen e tij ka thënë: "Spari as që po më kujtohet se për cilën lëndë është fjala. E dyta, përpilimin e akt gjykimit e bën kryetari i trupit gjykues dhe unë nëse kam qenë antar i trupit gjykues as që e kam lexuar akt gjykimin. E treta, se a konsideroj që në këtë akt gjykim është përdorur gjuhë seksiste, këtë nuk mund ta them. Mirë, po nëse gjykata ka konstatuar një gjendje të tillë faktike, atëherë ajo duhet të thuhet ashtu siç është vërtetuar e kurse si ndryshe. E katërta është se gjykata me rastin e marrjes së vendimit lidhur me lirimin apo shpalljen fajtor të akuzuarit duhet marrë patjetër parasysh edhe kontributin e të dëmtuarit apo dëmtuarës për me ardhur deri te një përfundim i drejtë, pa marrë parasysh a mund ta ndjen dikush veten të fyer apo jo. Dhe e pesta, në bazë të pyetjeve që keni bërë, krijohet përshtypja se seanca gjyqësore është dashur të jetë jo publike dhe kushdo që nxjerr informata nga këto seanca bën vepër penale. Shtrohet pyetja se si ka ardhur një vendim i tillë te ju, apo ndoshta këtë e ka sjell e dëmtuara. Profesorish, i pat përgjigjet që ndoshta në përmbajtje duket se po e vërtetojnë këtë tezën që ndoshta vërtet këta gjykatës që gjykojnë në këtë nivel dhe shkruajnë këto akt gjykime, vërtet nuk janë të vetëdijshëm se çfarë shkruajnë. Shumë interesant se po ngërthehet pak edhe çau fol pak më përpara për strukturën që duhet ndjekin gjykatësit. Mirë, po du mu lidh pak, ndoshta më ndihmoni në fushën e juridike, po një prej parimeve themelore të cilën e mësojmë studentëve është që besimet dhe vlerat e mia individuale si profesionist, unë nuk mund t'i ushtroj drejt klientit tim. Çka do të thotë që edhe nëse jam duke shkruar një vendim të tillë, unë ato besimet e mia, po stereotipit të cilat unë i kam të fiksuar nga mënyra si jam rritur, as si më kanë edukuar prindrit, apo si shoqëria ka ndikuar që unë t'i kem të fiksuara, unë nuk mund t'i ushtroj këto dhe t'i vendos në një vendim të cilin unë jam duke marrë. E dyta, nëse lidhemi në këtë strukturë, nëse e dëmtuara ka ndikuar, adin ka pas ndonjë, jemi duke folë për abuzim seksual, jemi duke folë për intimitet, jemi duke folë për diçka e cila e te kalon
aftësinë e dikujt për me marrë vendim se sa e kam joshur unë dikën apo jo. Për shembull, mua më duket shumë interesante se po t'i shikoni ato fletët, do gjeni se si seksizmi noton në atë vendim. Edhe njërë tjetër, nuk është qëllimi për këtë gjykatë se nuk e njoh, nuk e di kush është, por e rëndësishme është që ne po ndërtojmë një debat për të patur parasysh që në të ardhmen të jemi më të kujdesshëm. Për shembull, e shikoni seksizmin ambivalent të këtij gjyqtari që më vjen keq, kur ai thotë që zonjusha hipën me shoferin i cili është mashkull. Tani, ka mundësi të ma shpjegoj dikush çdo të thotë kjo, që një mashkull e ka të drejtën të bëjë çfarë të doj, apo unë si femër nuk duhet hipi në një taksi nëse është mashkull. Më kush është ideja e kësaj shprehje? Çfarë lidhje ka kjo me ligjin? Çfarë lidhje ka me faktet të cilat po thotë ky gjykatë se cilët i ka përdorur? Domethënë, qëndrimi i tij është që burrat janë të pushtetshëm. Dhe më e keqja është që baza e seksizmit jo dashamirës është që gratë janë fajtore sepse duhet të dominohen nga meshkujt. Pra, gratë e kanë fajin që i joshin meshkujt, nuk e kanë fajin meshkujt që bëjnë veprime të tilla. Pra, nuk është çështja që ky është i vetëdijshëm që është e gjeneru që këtë seksizëm i cili është shumë i dëmshëm. Ose tjetra që mua më duket shumë interesant është që në përreshta ai përmend moshën 19 vjeçare të vajzës. Tani kalohet në seksizmin dashamirës, ati i vjen keq që kjo është një e mitur, është një grua, është një femër, që është e brisht, edhe ndoshta mundet që lidhet dhe me drejtën e votës, sepse thuhet që gratë nuk kanë të drejtë morale, nuk mund të marrin vendime morale. Në këtë rast përsëri kemi lulëzim të seksizmit në këtë shprehje. Çfarë do të thotë ai që një vajzë 19 vjeçare nuk është në gjendje që të marrë vendime dhe t'i thojë dikujt stop. Ti nuk guxon për me mprek mu. Edhe nëse unë dua që të luaj me ty, edhe nëse unë dua të rri me ty, pavarësisht se çfarë bëj unë e kam të drejtën ta marr këtë vendim. Dhe gjyqtari e përdor këtë si argument për të thënë që kjo vajzë është e papërgjegjshme. Dhe po të shikoni në tërë tekstin, mundohet ta nxjerrë këtë si femër e cila i ka joshur ata, që është përsëri del seksizmi hostal që i thojnë, që është dashakeqës, është me i qëllimshëm për ta ulur personalitetin apo integritetin e kësaj vajze. Dhe diçka tjetër që bëm përshtypje aty, është që ai përmend dhe familjen. Dhe keqja më e madhe, mendoj unë, është në fund justifikimi i tij që ajo ka shkuar në polici për të justifikuar faktin që ka munguar. Më falni, çfarë do të thotë kjo? Pra, jemi duke parë një vendim në të cilin gjuha renditet nga një seksizëm ambivalent, do të thotë që është herë pozitiv, herë është negativ, kalon në një seksizëm institucional. Kemi një vajzë e cila po kërkon drejtësi, e tha dhe profesori, do thotë, ajo i është drejtuar institucionit për t'ja ruajtur apo për ta mbrojtur nga kjo e keqe e cila ajo është përfshirë. Dhe çfarë ndodh? Institucioni lëshon këtë vendim në të cilën ajo duhet të lexojë në çdo rresht se si është e nënçmuar, si është e përçmuar dhe mbi çka? Mbi karakteristikat e personalitetit të saj, mbi karakteristikat e gjinisë të cilën ajo e përfaqëson. Pra, nuk është çështja thjesht për një mungesë totale të profesionalizmit dhe të mënyrës se në një debat vogël aty nuk arrin ta kuptosh, unë nuk jam juriste, po unë aty nuk arrit kuptoj ku është thënia e klientit, ku është gjykimi i gjyqtarit, edhe ku janë paragjykimet e gjyqtarit, të cilët e përçojnë të gjithë letrën. Pra, unë jam shumë e shqetësuar për faktin sepse në këtë rast ne po lëndojmë një individ i cili kërkoi drejtësi. Dhe këtë po e bëjmë në emër të gjinisë së saj. Dhe ky është dëmi më i madh që mund t'i bëjmë jo vetëm viktimës, por edhe çdo gruaje e cila nuk do të kërkojë vetëm drejtësi, por një grua e cila do të kërkojë edhe arritjen e kapaciteteve saja më të plota, se ne s'duhet harrojmë, sepse çapo ndodh me këtë, është edhe një lloj seksizmi tjetër që quhet seksizmi internalizuar. Domethënë ti fillon dhe e bind viktimën që ajo e ka fajin. Dhe po ta lexoni vendimin në fund, në fakt, ajo e mira, më vjen keq që duhet ta përdor, po ajo duhet pranoj që ajo është fajtore. Tash nëse ajo është rrit në një familje në të cilën është treguar që femrat janë të brishta, zush mu shoqëru me djem, se djemt janë të fortë, djemt mujnë me dhunu, ajo mund t'i ketë në familje ato. Në anën tjetër ka një sistem drejtësie i cili ja përforcon çat
a din qatë stereotipi, atëherë si do t'i inkurajojmë në gratë e tjera që të kërkojnë ndihmë në rast se ka ndodhur ngjarje të tilla, me para, me thjeshta. Dhe çfarë më brengos tjetër është që po ta shikoni, e kam lexuar me shumë vëmendje letrën, edhe ka një mit të thellë në atë letër. Një mit i cili është i mbështetur pikërisht mbi këtë që gratë nuk mund të kenë forcë të marrin vendime morale. Dhe mua më vjen shumë keq që t'jem a din ta lexoj atë letër. Edhe aq më keq më vjen për personin i cili është dash ta lexoj për veten e vet. Profesor, kjo gjuhë e cila është përdorur në këtë akt gjykim, a flet shumë për mënyrën që gjyqtarët mendojnë kështu, apo është kjo që vërtet mungon një pjesë e edukimit tyre, një pjesë e shkollimit tyre dhe kjo gjuha shqipe vazhdimisht sidomos kur shkruajnë na del ma problematike? Nuk duhet të hyjë në diskutimet juridike atje. Të unë e lexova me shumë kujdes gjithë vendimin, por nuk duhet të hyjë në, sepse nuk është vërtet, nuk di, e lexova dhe nuk di ç'a të them. Për atë po nuk di të jap një gjykim. Mirë po, ajo që mund të them është, mund ta shohim në aspektin lingvistik. Dhe kam pyetje, ato që i pam janë shkruar apo dikush tjetër i kanë transkriptuar apo janë shkruar si i kanë shkruar? Si i kanë shkruar ata? Përgjigjet, po. Në qoftë se i shohim si tillaj nuk do të mund ta kalonte shkollën e mesme me atë kulturë të gjuhës, nuk mund të kaloj shkollën e mesme. Vjen shumë keq, por po të na vi dikush në studime me atë nivel të shkrimit nuk mund të pranohet në universitet. Nuk e di, a mësoni gjuhë shqipe në universitet? Po, e kanë lëndën e gjuhës shqipe. E kanë, jo obligueshme, e kanë. Ajo juridik? Ja, sot. Në qoftë në universiteti gjuha shqipe? Po, sigurisht që nuk është. Ne do të duhet llogarisnim se nëse i ke përfunduar 12 ose 13 vjet shkollimi para prak, atëherë do duhet kishe një nivel të caktuar shkollimi. Ajo e cila mua më brengos në përgjithësi në nivelin e shkollimit nuk është vetëm puna e drejtë shkrimit, e njohjes regjistrit me të cilin shkruan në nivelet të caktuara komunikimi, por është në përgjithësi aftësia për të shkruar në mënyrë të neutrale, për që neutral në komunikim, pa ngjyrime. Dhe fatkeqësisht në sistemin tonë të shkollimit e bëjnë të kundërtën. Na mësojnë të përdorim biemra, të përdorim shumë ndajfolje, të kemi shumë ngjyrë në komunikimin tonë dhe sa më pak të dim të përmbledhim në përgjithësi. Dhe kjo është një prej plagëve më të mëdha të cilat i ka sistemi ynë i shkollimit. Shpeshherë na mësojnë nuk na flasim për drejtë shkrimi po duhet të mësohet, por një gjë që është shumë më e rëndësishme është që duhet të mësojmë të mendojmë. Dhe për të mësuar të mendojmë, duhet të mësojmë të mos etiketojmë. Dhe etiketojmë kur themi i mirë i keq. Dhe për ta shmangur i mirë i keq, për të pasur një mendim, duhet ta përmbledhim një ide. Jo ta etiketojmë i mirë dhe i keq. Ta formsojmë si të tillë. Dhe kjo është diçka e cila jo që nuk mësohet, por luftohet shumë në shkollë. Kam bërë eksperimente me mësuesit, ju kam dhënë hartimet të cilat flasin kështu i mirë, i keq, të gjithë kanë 5, dhe në qoftë se dikush ka mësuar mirë të përmbledh, atëherë kjo është gjuhë e varfër, kjo është gjuhë e keqe, 3, 4. Dhe është diçka e cilën vazhdimisht në akt vendim për shembull për mua është shumë interesante edhe një si e dëmtuara. E nëse është e dëmtuara, atëherë duhet të ketë një fajtor diku. Do të thënë qysh e dëmtuara e s'ka fajtor. Atëherë pse po e qunë e dëmtuar? Dhe kjo vjen si duket nga tradita e përgjithshme të cilën ne e kemi. Nuk e di, në anglisht, besoj e dini anglishtën, si e përktheni alleged në shqipen? Allegedly. Gati të gjithë cilët përpiqen dhe përkthejnë, do të kenë i pandehur, i pohuar, i dyshuar, të gjitha ka nuanca. Asnjë nuk është tamam çka është alleged, do të thotë krejtësisht neutral si term. Për shkak se na mungon një traditë e gjuhës juridike. Dhe kjo pastaj po manifestohet në këto
këto që po i shohim. Jemi të shku drejt fundit, profesor Hasani, në këtë rast diskutuam për shumë çka dhe rreth përmbajtjes së këtij vendimi dhe kësaj gjuhë që është përdorur në këtë vendim. Për këtë rast ka edhe iniciativë nga kryetari i Gjykatës Supreme që të iniciohet rast, është kërkuar pra që të mblidhet çdo material rreth këtij rasti. Çfarë llogaridhënie duhet ketë në këtë rast zoti Hasani dhe më pas shkojmë marrim pyetje nga studiot e studentët. Unë vetëm edhe një në aspektin ligjor edhe kur viktima jep pëlqimin për në raporte të tilla, edhe jep pëlqimin, domethënë ka dhënë pëlqimin, s'ka rezistu, ka dhënë pëlqimin mirë, po nëse konsiderohet se dhënia e pëlqimit është bërë në rrethana çfarë ai nuk ka mund të vendosë ndryshe, që i bjen edhe kjo situatë. Se ka qenë në një vend të panjohur me njerëz të këte konsiderohet prapë dhunim. Domethënë edhe nëse mirë shprehimore ajo thotë se po, mirë po, gjykata vjen në përfundim se dhënia e këtij pëlqimi ka qenë për shkak të rrethanave të cilat është ndodhur, se është ndodhur mesin e njerëzve e mashkujt të cilët nuk i ka njoftën me një region krejtë. Nuk e kemi këtë situatë, po se kur ta kemi këtë situatë konsiderohet se është dhunu, se nuk ekziston pëlqimi. Duhet dini se mu abuzu seksualisht mund të abuzohet edhe mashkulli. Domethënë, është e njëjtë si të thush kur një femën hip me një mashkull ai do duhet dinte, sikur se kur thush se një mashkull që ka shku me një femën është dashur të supozoj se ajo femra do ta abuzojë, nga se subjekt mund të jenë edhe mashkulli edhe femra. Po kjo tek çështja e vendimit në shkallë parë. Vendimi në shkallë parë nuk kanë faj është se saktë se nuk merren anëtarët e trupit gjykues në hartimin e vendimit. Ato e kanë nënshkruar proceduralin mbi këshillimin dhe votimin. Vendimi ka qenë unanim dhe vendimi ka qenë sipas bindjes lirë të tyre. Po aktgjykimin e përpilon gjyqtari i cili është i ngarkuar me çështën dhe nënshkruan. Në apelon ndryshe, në apelon shujt të gjithë. Nuk mund të thotë aq se kum pa se e kanë nënshkruar. Këto nuk merren me vendimin, po kjo çështje dimensioni i përgjegjësisë disiplinore, këte që më pyetët ju, tashti nuk mund është bajegi problem për bindjen time me fillu procedurë disiplinore ndaj gjyqtarit, nëse vendimi në aspektin formal është i legitimum nga ana e gjykatës apelit. Shumë problem përgjithësi edhe gjyqtarët e themelorës edhe të apelit, sepse të dy palët e kanë fjalën derisa gjykata ai vendim është vërtetuar nga ana e gjykatës, pastaj ai kodi etikës atje përcakton se cilat situata mund të procedohet në aspektin disiplinor gjyqtari. Domethënë janë disa çështje të kritere këtu, unë nuk e di, bajegi është problem në aspektin e plus ka kaluni, atje është afati i parashkrimit, ka kaluni kohë, janë afatet shumë të shkurtë të parashkrimit e përgjithësia disiplinore, nuk di që mund të ketë ndonjë efekt në këtë drejtim. Po unë ju thash edhe më herët për bindjen time këtë lamshë ka bërë gjykata e apelit. Domethënë gjykata e apelit e ka bërë këtë lamshë krejt edhe i ka sjellë në këtë situatë, edhe gjyqtari i cili e ka marrë këtë vendim ka dalë jashtë aty në në bindja ime është me përpjekjen që të arsyetoj sa më mirë për opinionin, po ka kaluar në një dimension që vërtet është duke viktimizuar prap viktimën. Shkurt profesor Hasani që ti marrim dy pyetje nga studentët. Mendojmë nëse qëllimi i këtij emisioni dhe gjithë neve është me ndryshu gjendjen. Unë mendoj që nuk mund të shkohet, mendoj që kryetari i Gjykatës Supreme duhet ta bëjë një hulumtim dhe të merr gjendjen, ta incizoj gjendjen këtë Kosovën. Dhe nuk mund është ti me pa pas asnjë normë qoftë kodit etik që e disiplinon dikën për gjuhë tillë, me vuën në gjysaj nuk është zonës i defektit kulturor të shqiptarëve si popullsi shumicë Kosovë. Mendoj që është gabim. Ajo çfarë unë mendoj, ajo viktima duhet ta bëj është ose familja ose dikush avokat ka pas ta çojë çështjen në gjykatë kushtetuese për gjykim drejt dhe të panshëm dhe për cënim drejtave njerëzore, diskriminimit mbi bazë të gjinisë dhe vendimi prishtë dhe shërben si standard, kjo nëse do me kry punë, nëse s'kan kalu 4 muaj, nëse kanë kalu 4 muaj, unë besoj, po mund të thetë afati. Mirë, mund të thetë afati sepse për shembull me kritere objektive pezom xhinën mënyra për me ose të shfrytëzohet një rast tjetër që unë jam i sigurt me mia i ke kështu, sepse kjo është standard që këta janë të bindun që rrethon rënduese në krimet seksuale ose lehtësuese është sjellja e
viktimes. Kjo është standardi, prandaj mendoj kjo më mirë i bën Kosovës që me pas një arsyetim edhe masandej binë sanet me vetë se sa me disiplinu diken që pa kur tha bazën, unë thash në Strasburg s'ka gjykim që ta merresh si model. Britania ishte vetmja që ka një prej gjykatave nacionale. Faleminderit profesor, tani i ftoj studentët që 1-2 pyetje mas shumë t'i bëjmë, për shkak se kemi pak kohën të kufizune. Ju lutem prezantohuni edhe mund ta bëni pyetjen. Përshëndetje, pra jam Miranda Zeka, jam studente e vitit 4 Fakultetit Juridik. Atëherë, përshëndetje për gjithë panelist. Si që pa me një vendim që ka një gjuhë tetë ofenduse dhe paragjykuse dhe njëkohësisht po krijon një precedent tepër të rrezikshëm për të ardhmen me atë se personat e gjinisë femërore nuk duhet të qëndrojnë në një vend me personat e gjinisë mashkullore apo nuk duhet të shkojnë në një vend të huaj në qoftë se nuk e njohin asnjë person atje. Atëherë sa mendoni që kjo do të ndikonte në të ardhmen që këto viktima të hezitojnë të paraqesin rastet e tyre në gjykatë. Do i kisha drejtuar më shumë psikiatrës në mënyrë që se si do ndikonte kjo në gjendjen mentale të tyre që të mos të paraqesin këto vendime. Edhe, a kemi edhe pyetje tjetër? Jo. Jo, okej. Faleminderit shumë Miranda. Profesoresh? Po, domethënë vetëm pak edhe përmenda fakti që nëse ne kërkojmë drejtësi dhe drejtësia nuk shkon në vend, atëherë ky do të jetë një mesazh jashtëzakonisht negativ për të gjithë personat që ballafaqohen me eksperjenca të tilla. E para do të ndaja për vetë të dëmtuarën, se nuk po dim edhe çfarë termi të përdorim për këtë zonjën apo... Është juridike, nuk ka tjetër term veç të Okej, dëmtuar. për të dëmtuarën, unë mendoj që ka një... E para mund të ndikojë në mënyrën se si ajo i shikon marrëdhëniet me njerëzit, duke dëmtuar rënd marrëdhëniet e saj ndërnjerëzore, se tashmë një marrëdhënie e cila ka qenë jo e sigurt edhe bëhet diskriminuese, atëherë ajo mund të bëjë që në marrëdhëniet e saj të mëvonshme ajo të ketë probleme serioze. Kjo është e para, e dyta mund të ketë dhe probleme të shëndetit mendor, sepse studimet tregojnë që personat të cilët ballafaqohen me drejtësinë dhe gjithashtu me gjuhën diskriminuese, ato janë më të predispozuar për të patur edhe depresion, apo për të patur edhe ankth, apo për të patur stres, çrregullim stresit post-traumatik. Në anën tjetër, çka është interesante është edhe që ndikon jashtëzakonisht në mënyrën se si e shikon tani kjo zonjë rrugtimin e saj qoftë në jetën personale, në jetën intime, por edhe në jetën familjare saj tashme. Pra, nuk jemi duke folur thjesht për një dëmtim simbolik në të cilën ne nuk duhet ta vrasim mendjen. Kjo është e para. E dyta është në imazhin të cilën e përcjell drejtësia. Nëse unë si viktim po kërkoj drejtësi dhe ju jo vetëm që nuk më jepni drejtësi, por gjithashtu më diskriminoni, atëherë kjo i bie që çdo viktim që do ketë eksperiencë sill do ta mendoj shumë herë përpara se ti drejtohet organeve të drejtësisë. Unë desha të lidhem pak edhe me faktin që pajtohem plotësisht që nuk është çështja nëse ne do të disiplinojmë një gjykatës. Ky debat hapet për të ngritur zilen edhe për të thënë që është shumë e rëndësishme në formulimet të cilat bëhen të mos lëndohen njerëzit, të mos përdoret një gjuhë e cila është diskriminuese. Kështu që mendoj, kam një eksperiencë shumë gjatë, pothuajse diku 20 vjet që punoj me viktimat e trafikimit apo të abuzimit seksual, dhe nëse dikujt i dëmtohet intimiteti rënd, imagjinoni sa e vështirë është për të për me kërku ndihmë. Sa e vështirë është me shku me kërku ndihmë, e kur ti shkon me kërku ndihmë dhe ti nuk e gjen ndihmën, atëherë definitivisht e keni dëmtuar jashtëzakonisht individin. Okej, dhe krejt për fund kisha dashur me marr edhe nga një mesazh nga të gjithë ju, profesor Hasani, në lidhje me këtë temë, çka? Unë mendoj mesazhi kryesor është që e prort e gjyqësorit në Kosovë të urgjentisht të bëjnë një vullnetim për shembull për 2-3 muaj me random, mi marë vendimet në për çdo gjykatë, mi marë ka 10 copa, vendimet edhe me i analizua dhe me këshyr mesataren, me gjithë, se kjo është fenomen shoqëror që mund të luftohet vetëm kur dihet diagnoza, do të thotë. Dhe nëse konstatohet që është i përhapur, si që mi bindun se është atëherë, me njerë me shku në fazën tjetër, do të thotë që të një strategji nacionale për luftim të seksizmit dhe në drejtësi, për shembull këtë rast në drejtësi, edhe unë besoj për 1 vjet pezon me një angazhim, për 1 vjet ishin dhënë rezultatet e prekshme.
Profesor Asani, a është nështë edhe pjesa e vetingut, një prej pjesëve që e kish pastru këtë? Unë konsideroj se dhe vetingu, e kom thënë disa herë, vetingu dhe duhet të fokusohet në dimenzionin profesional që përfshin edhe këte hartimin e vendimeve gjyqësore, dhe më thënë edhe këte. Mirë po, për të shmangë këto situata, do të ishte mirë që në përgjukatat ndërtohet departamenti i praktikës gjyqësore, dhe më thënë, që mos të i për vizë që del vendimi nga një gjykat pa e kalu në për praktikën gjyqësore. Dhe ajo do të amortizon të dalin e këtyre vendimeve si e kanë shumica e vendeve në kuadrë të asaj kompetencës funksionare në për gjykata. Dhe më dhe në kanë edhe praktikën gjyqësore. Të është nuk mirë po edhe kjo që tha edhe profesor Asani është letë bëhet një vejting edhe për të pasë se kush e ka venin në sistemin gjyqësor, duke i përkushtu dimenzionit thash profesional edhe krejt pasqyr e dijes se një gjyqtari është vendimi gjyqësor. Atjeshe se ku është nivelli, edhe është shumë letë për të diferencu ose për dalu cilët është për sistem dhe kush nuk është për sistem. Edhe këtu, unë besoj që krejt potenciali duhet të orientohet në drejtim të vejtingut në këte dimenzionin profesional. Se nëse shkojmë ashtu si që është banë vitin 2010, ne kemi vazhdu në edhe pse të është i gjyqtarit që ne po i referome në konsiderojnë gjyqtarit jo një mesin e gjyqtarve të pak të mirë që janë. Problemi është kulturor, nuk është këto mund të thot, po. Së është problemi, shqiptarë pajtojnë plotësisht vendimi ka një strukturë të mirë. Problemi është që nuk është i vetëdijshëm, siç nuk janë 90% për gjuhën që përdoret, çka është gjykimi i tij, që është normë shoqërore për fatkeq, për momentin dhe çka është fakt. Dhe ai ngatron. Integriteti profesional kërkon që ti të kesh standarde etike edhe të përshkrimit të asaj që bën. Po s'ka, se ka pas me mësuaj. Po atë po them, që mesazhi im është që ndoshta është shumë e rëndësishme një herë e mirë në këtë vendin tonë të ngrem këtë nevojën që profesionet e ndryshme të kenë standarde etike të punës, sepse nuk është që mbrojnë vetëm profesionistët me të, mbrojnë profesionin, por në anën tjetër mbrojnë dhe konsumatorin apo klientin të cilit i ofrojnë shërbime. Që mendoj që në këtë rast një gjykatës, nëse jemi duke folë për drejtësinë, duke respektuar integritetin e tij profesional, ai në mënyrë automatike respekton dhe integritetin e klientit, qoftë ai viktim apo qoftë ai edhe i akuzuari, sepse jemi në një sistem në të cilën ne peshojmë të dy individët, pavarësisht nga krimi të cilin kanë bërë, ne do t'i trajtojmë me respekt, duke i respektuar normat profesionale. Profesor? Unë jam dakord se është çështje kulturore, problemi përgjithshëm kulturor në Kosovë dhe nuk lidhet vetëm me sistemin e gjyqësisë, por me gjitha sferat e përgjithshme të jetës. Dhe duke qenë problem kulturor, nuk është diçka që mund të zgjidhet qiriba-qiribu. Do të duhet shumë kohë, fillon prej klasës parë dhe gjithçka në kulturë do shumë kohë për të pasur pak rezultate. Atëherë ju falenderoj shumë për kohën dhe kontributin që dhatë për këtë temë dhe shpresojmë që bashkërisht do ta vazhdojmë këtë debat në mënyrë që të japim kontributin që të ndryshojë diçka dhe mos të kemi më këso gjuhë në vendimet gjyqësore. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Emisioni Tempus vjen çdo javë pra të martën prej orës 20:10. Të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime për tema të caktuara mund të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.